Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e një dreke apo dorke të shpejt ku kam përgatitur pun me perime të përsira e pjekur në kese najloni në një përgatitje thjesht. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Për përgatitjen e kësaj dreke apo dorke të shpejt na nevojitet një pule freskët, na nevojiten perime të ndryshme. Tu kam 2 karrota, një kongullesh, kam patate dhe kam brokull. Karrotat dhe patatet i kam pastru më parë nga lëvora, i kam larë të gjitha, brokullin e kam të ngrirë. Ju mund të përdorni dhe të freskët, një ashtu të na duhen melmeza, veget, biberi koq, hudhër e bluar, biberi zi, vaj. Një ashtu na nevojitet dhe një kese e cila shpërpjekje në miqit. Filloj nga puna. Fillimisht more dhe hapi kelicën. I hedhim brokullat, pasi nuk ka nevojë që ti coktoj. Marrim perimet dhe filloj që perimet t'i coktoj në copse. Dhe direkt t'i hedhim tek kesja najloni. Mund t'i preni në çfarë do lloj mënyrash. Unë karrotat në fillim do i prej kështu në forma të zgjatura dhe i kaloj direkt tek kesja kështu. Në këtë mënyrë i coktoj të 2 karrotat. Vërtet është përgatitja e thjesht, fitoni një drek apo dorë sikurse në restorant. Shishme gjithë motra që punojnë, ideale për to. Kalopsi, bën përgatitje. Kështu, të dyjat i coktoj. Kaloj në kese. Marrim kungulleshkën dhe kungulleshën e ndajmë kështu në 2 pjesë dhe kungulleshën mundohem që ta prej në forma të zgjatura. Ndajmë në gjysë kështu, më të hopa, më letë bëhet pjekje. Përsëri në copsa më të vogla. Kjo masi është e mjaftueshme. Kështu në këtë mënyrë coptojmë gjithë kungulleshkën. Tash marr patatet dhe patatet i pres kështu në copsa më të mëdha. Në këto katroret ju themi. I kaloj direkt në kese. Unë kam pas dikon rreth 800 gram me patate. Ju mund të shtoni si pas dëshirës tuaj. Vërtet nuk ju merr kohë. Gjithë perimet i kam vendosur te kesja. Tash ju shtoj vaj, dikon rreth 50-60 ml. Shtoj melmezat, biberin e koq, dikon një lugë mesme, një lugë gjelle me veget. Pak biber të zi dhe pak
hudhër të bluar. Ta marrë dhe e tunë dëndjekë që të bëhet përbirja. Nuk ka nevojë që ta përzim me luk apo me luk. Dhe se që shmira pushëm, morim pullën dhe bëjmë marinimin, i shtojmë vaj dhe nga mbërëndësia ja hedhim melmezat, vegetën, biberin e kuq, melmeza për mish këtu kam, apo stafat janë melmeza të mishit. Pa hudhër të bluar i shto dhe filloj shto me duar t'ja përhapim melmezat dhe vajin në përgjithë si përfaqe nga gjitha anët shto dhe nga pjesa e brendshme në duhet. Kam përhapur melmezat mirë, pullën e kam larë, e kam pastru dhe e kam tharë në pecel kuzhinë një përdorimshme. Tash e vendosi tek piqja. Mbyllim pecën. Vetëm ja largojmë ajrin. Lajmë hapësirë e mbyllim pothuajse në gryq. Vendosim në tepsin që do bëjmë pjekje. Po e hapim mirë masën në të gjërësisë. Harim një thik dhe shpojmë në disa vende. Dhe fusim në furrë të nxehtë 220 gradë për 1 orë e 20 minuta. Kam largu nga furra. Tash marrë dhe ja largoj pjesën e najlonit, kujdes që mos të diqeni. I kaloj kështu, masën në tepsin e kaloj. Tash masën e përhapim kështu në për tepsin. Dhe përsëri e fusim në furrë të nxehtë në të njëjtën temperaturë për 10 ose 15 minuta derisa të rreshkohet tava. Kam largu nga furra, e lo që shtohet dhe është gati për konsumim. Tava është tohur, është gati për konsumim. Largojmë pak perime dhe ta servojmë, vërtet ka dalë shumë e mirë, pamja është e mrekullueshme, besoj se edhe shija ka për me qenë kështu e mirë, dhe mishi i pullës është pjekur mjaftueshëm, ja dhe si duket, vërtet ka marrë një pamje shumë të mirë, gjithë ju motra që përgatisni drekë apo darkë në këtë mënyrë ju bëft mirë. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në retvetën e radhës. Ju lutem këtë video ta ndani tek miqët dhe dashamirët tuaj.